Hej, përshëndetje. Mirë se vini në këtë video ku do të mësojmë rreth variablave në JavaScript. Unë jam Berti dhe sot do të zbulojmë një koncept thelbësor në programim, variablat. Në thelb, variablat janë si kutia magazinimi për të dhënat në programet tona. Ato na ndihmojnë të mbajmë mend dhe të përdorim informacione të ndryshme. Kjo kuti mund të mbajë lloje të ndryshme të dhënash, si numra, tekst, apo edhe informacione më komplekse, duke i dhënë një emër unik secilës kuti. Pa variabla, do të ishte e vështirë të manipulojnë të dhënat dhe të krijojmë programe komplekse. Ato na lejojnë të bëjmë llogaritje, të shfaqim rezultate dhe të ndryshojnë sjelljen e programit tonë në mënyrë dinamike. Në JavaScript kemi 3 mënyra për të deklaruar variabla: var, let dhe const. Le të shohim ndryshimet kryesore midis tyre. Var është mënyra më e vjetër dhe ka një fushveprim funksioni ose global, që do të thotë se është e aksesueshme në të gjithë funksionin. Let është më e re dhe ka fushveprim bloku, duke e bërë atë të aksesueshme vetëm brenda bllokut të kodit ku është deklaruar. Const gjithashtu ka fushveprim bloku, por ndryshimi kryesor është se vlera e saj nuk mund të ndryshohet pas caktimit fillestar. Tani, le të shohim disa shembuj të thjeshtë. Së pari, do të deklarojmë një variabel me let për të mbajtur emrin tuaj. Kjo deklaron një variabël emri dhe i cakton vlerën filan fisteku, të cilën më pas të shfaqim me konsol. Me pas, një shembull me const për një vlerë që nuk duhet të ndryshojë, si numri pi. Nëse provojmë të ndryshojmë vlerën e pi, do të shohim një gabim, duke konfirmuar që const nuk mund të ricaktohet. Kjo ishte një hyrje e shkurtër në variablat në JavaScript. Mos harroni të praktikoni duke krijuar variablat tuaja. Gjithashtu follow për të parë videot e ardhshme. Shihemi së shpejti.